Atëherë po bëj një video ekstra për personalitetin tim. Jam këtu ku jam për bëj gjuhën shqipe, sepse jam një dru i shtrëmbër i drejtësisë shqiptare. Por jam dhe do t'jem, deri në frymëmarrjen e fundit të jetës time, një makineri shfarose e DNA-s jo njerëzore. Ecco anche edhe mia firma, e firma ime si gjykatës, ecco. Giudici patrioti. Më duket se erdhi radha jon e të persekutuarve nga banda Soros, gjykatësve të persekutuar nga banda Soros. Ja faktet. E shtun 29 maj. Këtu jam unë. Kush është ky? Recep Mejdani. Shtatori i zi i 99-s. Kur Recep Mejdani i dha medaljen Soros. Nëpërmjet bankonotës Romano Prodi. Nëpërmjet bankonotës Bashkim Fino. I vodhën 1 miliard e 300 milion shqiptarve, e shitën për herë të dytë Shqipërinë. Edhe çuan në kasafortin e Soros. Shikon? Janë të tmerrshëm. Pastaj në 99-ën, Recep Mejdani thirri Sorosin, i çoi dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e fitoi. U organizua, fitoi. Kush është këtu? Prap jam unë. Ja. Kush është këtu? Këtu është Femi Abdiu. Ju e njihni Femi Abdiun, vrasës direkt i Avzinelës. Thonë për baban e Edi Ramës, babai Edi Ramës nuk hyn fare në këtë muhabet. Se dim se i qidheshin firmat. Unë i njoh të dy. Edhe mos më flisni për politikë më, se i njoh të dy. Edhe Sali Berishën, kam pirë kafe me Sali Berishën, edhe Kristaq Ramën e kam pasur në shtëpinë time, e kam pasur mik shtëpia, me fjalë. Kështu që nuk duhet të mik në një natë, atyre u prish makina, edhe vajtën tek ai roja i aty kooperativës, i thanë duam një shtëpi të një mësuesi. Më kanë ardhur mes natës, unë u ngrita, u gëzova që më erdhën, i prita, rakit mirë kisha, ashtu pula kisha atere, i poqëm në saq, hëngër me pime e kënduam, ja kështu është. Kështu që edhe Edi Rama është djali i miku tim. Edhe unë nuk jam një dru i shtrëmbët dhe nuk flas asnjëherë nuk flas mirë keq për miqtë e mi. Atere, jam këtu në gjuhën shqipe. E pat, e pam. Hidhemi këtu tashi. Këtu kam shkruar diçka për pafajësinë e fëmijëve, edhe për djalin e Erion Velis. Duhet të sqaroj diçka këtu në gjuhën teknike të ligjit. Edhe ma kujtoni, se kam shkruar, më kujtoni për shpjegim. Ricordiamole per una spiegazione per questo. E kam shkruar sistemi, drejtësia dhe loti i pafajshëm i fëmijëve. Më kuptoni drejt, Atëre, hidhemi këtu. Sorosi ishte padron nga 1985 deri në 2000 ka qenë padron Sorosi. Kush ishte Sorosi? Një manovër financiare bëri, edhe fundosi Anglin, Italin, Romano Prodi që shiti atere, të futin kasafort pasurin. Flasin për Romano Prodi, no? Banconota con 3S, ecco. Con 3S. Ecco edhe banconota con me një S. Recep Mejdani. E kishte një S Recep Mejdani. Shtatori i zi 99-s,
Gjergj Kastrioti, kë kemi tjetër këtu? Kemi Femi Abdiu. Femi Abdiu është vrasës direkt, me gjykatën e tij që kryesoi. Vrasës direkt i Avzinelës është që unë desha t'i dënoja në atë kohë kur isha në Shqipëri, shikon çka kam qenë unë. Atëre desha t'i dënoja me vdekje. Kam vajtur te Sali Berisha. Po kur gjeta se nuk më besohesh, po kur gjeta në presidencë, atë mish pa ose as mish as peshk, dhori sovakon, se ai ishte një kështu kot në sistemi gjyqësor të vjetër, nuk desha t'i jepja dorën edhe kështu përfundoja i muhabet. Takimin presidencë, se nuk kam kohë që ta them tash. Atëre mbaruam. Më duket se ka ardhur koha jonë. Desha të thosha këtë. Nuk më kanë shpëtuar. As Femi Abdiu, as Sorosi, as Recep Medani, as Bashkim Finua, as grupi i zjarrit i Nexhmia Hoxhës. Se Nexhmia Hoxha, për të mbajtur pushtetin, aktivizoi 2 drejtime. Me komitet qendror hapi rrugën Rami Zalis, i vrau preu të gjithë. Pastaj i tha Enverit, do këtë poshti, do bëhet këtu siç të mund, tha. I tha Enverit. Edhe u bë siç ashtu. Por njëkohësisht për të mbajtur bustin e Enverit, ajo zgjodhi grupin më të keq të DNA-s jo njerëzore, se nuk janë njerëz, se nuk është puna aty. Janë në rregull, por nuk kanë njerëz. Nuk janë njerëz, se janë të lindur me DNA jo njerëzore. Pjella e djallit me lëkurë njeriu. Që çfarë do të thotë? Nënat e këtyre kanë fletur me djallin e ja ku janë këto. Që shikojmë këtu, edhe në televizionet sotme. Edhe kur flitet për bombat, qa njeriu është, kanë fëmija, s'kanë fëmija. Pse kështu ndërtohet kjo dynja me bomba, me luftën. Nese, megjithatë unë kam bërë ligjin, Tribunale Patriota Europea, dhe këtu gjendër. Po më erdhen edhe një në dorë, do ta shikojnë vetë se kush jam unë. Ata e dinë se kush jam. Që kishin frikë ata që ishin jashtë, jo ata që ishin brenda. Se i bëra njerë që të dhjesin brek. Nese, Femi Abdiu, për ata që nuk e njohin, është vrasës direkt. Mirë që e vrau. Po pse i hodhi balt atij Avzinelës? Si e vran Avzinelën? Avzinelës ishte mërzitur jeta. Edhe e dërguan atij në fshatin ku ishte vllai i nënës së tij, Dajua, me fjalë, edhe për ta ndjekur. Ai në të njëjtën në atë periudhë, me që ishte i mërzitur jeta, bëri një rovole artigjanale, edhe vajti te Dajua. I tha Dajos, o Dajo, mua më është mërzitur jeta, e duhet vras veten me këtë rovole artigjanale. Ti ikë më lajmëron nënën, që ta takoj për herë të fundit. Dajo vajti lajmëroi policin, morën e futën burg, pastaj i ngatruan gjërat siç deshën ata, mirë. Po pse e lanë një javë të tërë atje sa të thaj, të varu. Pastaj mirë e vranë. Po nuk janë njerëz, e futën hoqë një shtyllë telefoni, edhe futën Avzinelën aty. Erdhi ra shiu, i hoqë gjysmë e kokës. Nuk janë njerëz. Nuk janë njerëz. Kjo është problemi. Hajde, ciao.